Nëna e puthi djalin dhe në çast ra pa shenja jete. I hutuar, djali zgjati dorën dhe e preku lehtë me gisht. Nëna u ringjall menjëherë para syve të tij. Atëherë ai filloi të dyshonte se kishte fuqinë të kthente të vdekurit në jetë. Por të nesërmen në mëngjes, kur nëna e preku sërish pa dashje, ajo u rrëzua menjëherë dhe vdiq. Edhe një herë, djali u përpoq ta përdorte fuqinë e tij. Por këtë herë nëna nuk u zgjua më kurrë. Atëherë ai e kuptoi të vërtetën. Kushdo që ringjallej nga prekja e tij, do të vdiste përgjithmonë nëse e prekte përsëri. I tmerruar nga kjo dhuratë, ai vendosi të mos e përdorte më kurrë, derisa një ditë, qeni i tij i dashur u godit nga një makinë. Ai e preku qenin me gisht. Një dritë e zbet u shfaq dhe këlyshi u ringjall menjëherë. Me kalimin e viteve, Nedi u bë pasticër. Her pas here, ai e përdorte fuqinë për t'i kthyer frutat e prishura në të freskëta. Por një ditë, teksa nxirrte plerat, trupi i një kriminali të vdekur ra aksidentalisht mbi të. Kriminali u ringjall në vend. Për të mos e lejuar të kryente krime të tjera, Nedi u detyrua ta prekte përsëri, duke kthyer sërish në kufon. E gjithë kjo u pa nga një detektiv që ndodhej në një çatje aty pranë. Detektivi vendosi ta përdorte fuqinë e Nedit për të zgjidhur krime. Pas disa bindjeve, Nedi u bashkua ekipit të tij. Metoda ishte e thjeshtë. Nedi ringjallte viktimën për vetëm 1 minutë. Pasi viktima tregonte kush ishte vrasësi, Nedi e kthente sërish në vdekje. Në këmbim, ai paguaj shumë mirë. Jo shumë kohë më vonë, detektivi mori një rast të çuditshëm. Një qen raca Golden Retriever ishte akuzuar për vrasjen e pronarit të tij. Kjo nuk kishte asnjë kuptim, sepse qeni kishte qenë gjithmonë i butë dhe i bindur. Megjithatë, ai ishte dënuar dhe do të eutanazohej pas 2 javësh. Familja e viktimës, e bindur për pafajësinë e qenit, punësoi detektivin. Ai e mori Nedin dhe u drejtuan për në morg.